Kjo që do shifti të shi është një video fantastike, që po qarkullon kohët e fundit, ku dy personazhe sportiv janë bërë protagonist për t'i dhënë botës një mesazh të madh. Botës, po ne na intereson Shqipërisë. Dhe të vjeni natë pse nuk ndodhin në Shqipëri këto gjëra. Shikojeni pak. Respect. The only thing I can do now is set my appreciation to Jürgen. So there we go. Okay. Jürgen Klopp. La 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 la. Jürgen Klopp. La 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 la. Jürgen. E bukur, e? Më i bukur është mesazhi, është kuptimi i kësaj gjës. Që do thotë Jürgen Klopp, që ka qenë trajneri i Liverpoolit, kur mbaroi kontratën e tij me Liverpoolin, i uroi mirëseardhjen trajnerit të ri që ishte Arne Slot dhe ja uroi me një këngë tifozash, le të themi, në mes të stadiumit. Ndërkohë, pas një viti, kur Arne Slot del kampion me Liverpoolin, atë ditë ai kushton të njëjtën këngë Jürgen Klopp, si për treguar që kjo skuadër që kam sot është merit edhe e jotja. Pra, mesazhi është fantastik, pra një mesazh burnor, respekti reciprok, vlerësimi i punës tjetrit, gjë që tek ne nuk ndodh, nuk po them se s'ndodh vetëm në sport, s'ndodh gjithandej, po sidomos në sport nuk ndodh dhe prandaj kemi çik probleme neve me qasin. Këtu te ne trajnerat ikin e vinë, humbin dy ndeshje ikin, futen tifoza në fush, futet presidentin në fush, trukohen ndeshje, bla 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 bla. Po ç'në si ka? Mesazhi është shumë i rëndësishëm. Pra, që ti duhet ja dish vlerat tjetrit, duhet ta respektosh tjetrin dhe nuk ka vit zero. Nuk nis çdo gjë me ty. Dikush tjetër përpara teje ka bërë një punë të shkëlqyer, të cilën ti pak a shumë po e merr dhe po e çon përpara. Por duhet ja dish vlerat edhe atij që ka qenë para teje. Kështu që bravo.